E qartë. Ditën e djeshme kisha në studio Luciano Boçi, bashkëkryetar për reformën territoriale, dhe më bën përshtypje fakti që plani apo strategjia që ka Partia Socialiste është në të ryestashme, është konfirmuar, është hedhur për konsultim publik, por ndërkohë, për te kundërshtive që vinë nga Fronti Demokrat, ajo që kërkohet është një kundër plan. Por me sa duket aty është ngërci që disa detaje mungojnë, që mund të jenë shumë të rëndësishme dhe që edhe ju mund t'i pranoni, por që mungojnë. A ju has vështirësi në punën që bën i gjithë ky komision kur në disa prej direktivave mungojnë alternativat apo mund themi sugjerime që mund vinë nga fronti tjetër dhe me patjetër po mund të jenë shumë më të mira se propozimet tuaja, por që mungojnë? Pa dyshim, Partia Socialiste pra majoranca ka dalë tashmë me 4 variante të mundshme dhe duke diskutuar edhe në raport me analizat që po kryen edhe nga një grup i madh ekspertësh që janë atashuar në dakordsi të dyja palëve komisionit dhe ne kemi të qartë se cilat janë 4 alternativat me të cilat po punojmë. Ndërkohë që ka pretendime nga ana e opozitës në raport me ruajtjen e bashkive të vogla apo në një formë të artikuluar jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ata kanë një opsion të rikthimit të ish komunave në disa raste, por akoma nuk kanë një projekt të qartë të vendosur në tryezë përpara nesh, se cila është alternativa e tyre për këtë reformë. Rikthimi në vëmendje i komunave ka përshtypjen se vjen vetëm me një element, jo tek terminologjia komuna dhe njësi administrative që kemi tani, por për faktin se kryetarët e njësive administrative janë të emëruar. Ndërkohë, kryetarët e komunave, të paktën siç e kishim edhe tradit, zgjidheshin nga populli, nga qytetarët. Mbase është rikthimi në këtë skenar, do t'i përkonte Partia Socialiste një rikthim te komunat, mbase me një emër tjetër, por në mënyrë se si funksionon kur një kryetar i një komune, i një njësie zgjidhet vetë nga qytetarët. Alba, e rëndësishme është për ne në këtë reformë që ne të krijojmë një formë qeverisje e cila çon shërbimet tek kryetari tek qytetarët me eficiencë. Dhe kjo është edhe qëllimi kryesor. Nga analizat e bëra të reformës territoriale të 2014-s, pas 10 viteve aplikim, është vënë re që bashkitë më eficiente janë ato bashkitë të cilat kanë mundësi, kanë kapacitete, kanë burime njerëzore me kapacitete të caktuara për të zhvilluar politikat e tyre dhe sigurisht që qytetari duhet ta marrë shërbimin në të gjithë të drejtën e tij për të marrë të gjitha shërbimet që ligji parashikon në raport me pushtetin vendor dhe jo në raport me vendin në të cilin ai ndodhet. Kështu që thënë kjo është bërë re që nuk ka të bëjë eficienca e bashkive nëse janë të zgjedhur apo janë të emëruar. Njësitë administrative në shumë bashki të mëdha ofrojnë shërbime të konsoliduara tashmë për qytetarët e zonës, edhe pse ata janë një strukturë e emëruar. Pra, ne nuk e kemi vënë fokusin nëse do të jetë i zgjedhur apo i emëruar, sepse rezultatet dhe analizat e deri tanishme nuk na kanë sjellë në vëmendje që ky është një faktor që lidhet me eficiencën e pushtetit vendor në vende të caktuara. Kështu që ka marrë më shumë pjesa tjetër, eficienca financiare, niveli i ofrimit të shërbimeve, kemi bashki të vogla në të cilat njësër shërbimesh të cilat parashikohen nga ligji i pushtetit vendor sot nuk ofrohen fare. Dhe kjo nuk ka të bëjë nëse është i zgjedhur, sepse edhe përfaqësimi sot që flasim ekziston. Pra, zonat të caktuara, njësitë administrative përfaqësohen nëpërmjet antarëve të tyre në këshillat bashkiake. Pra, kur hartohen listat për zgjedhjet e këshillave bashkiak, sigurisht që merr një vëmendje që të ketë një përfaqësim të gjitha zonave. E qartë, kur e kisha për çështjen e komunave, ka një element që mbase vlen ta theksojmë, ose kemi harruar në bisedë, që është fakti se kërkesa e llogarisë, pra llogaridhënia mund të jetë në nivel tjetër nga ana e qytetarëve kur kërkojnë një shërbim i cili është premtuar dhe nga një kryetar në një njësi administrative të caktuar.
Një element që është shtruar është fakti, keni një kundërpërgjigje. Doja të thosha diçka në raport me këtë, një detaj të vogël, nuk rezulton që ish komunat kanë qenë në një nivel performance të kënaqshme, mos harrojmë që për shembull nga analizat ne na rezulton që bashkitë një pjesë e madhe e bashkive ka ulur në mënyrë të konsiderueshme borxhin publik, pra nëse borxhi publik në raport me të ardhurat më përpara ka qenë nivelin në 2014 ka qenë nivelin 97%, ndërkohë që sot ka rënë në nivelin 7%. Çfarë do të thosha pse lidh këtë me komunat, sepse një pjesë e konsiderueshme e borxheve që bashkitë pasqyronin në vitin 2015 vinte për shkak të borxheve të mbartura nga ish komunat. Pra, këto janë ca element që na tregojnë ne që zgjedhja e drejtë për drejtë nuk e bën më eficiente administratën në njësitë administrative, apo ish komunat kanë qenë më eficiente në raport me qytetarët. Mos e qartë në këtë artikulim. 61 bashki kemi për momentin, por ajo që artikulohet është edhe paktën nga ana e frontit të majorancës që do ishte e mira e mundshme 34 bashki, kryesisht njësitë e vogla dhe bashkitë e vogla, për të patur edhe më të thjeshtë marrjen e granteve, fondeve për të funksionuar dhe më mirë dhe për të koncentruar të gjitha shërbimet ndaj qytetarit të bashkohen së bashku. Ky skenar, kjo alternativë që hidhet në diskutim, do të jetë një ndër ata ide që do t'i mshohet më shumë nga kampi juaj? Në fakt, ne, siç e thash më përpara, kemi hedhur 4 alternativa në tryez dhe nuk është se kemi njërin më shumë të preferuar se sa tjetrën në këtë moment. Jemi duke pritur që të zhvillohet i gjithë procesi analitik, pra ekspertët të bëjnë punën e tyre, dëgjesat të na sjellin feedbackun e reformës së mëparshme dhe të shikojmë pastaj në fund, në bazuar në të gjithë të dhënat që do të grupojmë, se cila do të jetë alternativa më e mirë. Padyshim që një nga alternativat është që bashkitë të vogla të konsolidohen, pra të bashkohen me bashkitë të tjera më të mëdha, po në një numër të vogël. Këto dhe pastaj të ketë një nivel të dytë qeverisje, pra një qeverisje me 2 nivele, ku ekzekutivin e parë mund ta bëjnë në rajonet, ose një opsion është që ekzekutivin e parë ta bëjë qarku, duke i lënë bashkitë pastaj në formë qytetesh në numrat aktual. Pra ka